Po kjo qeveri shqip folse, kriminela. E dim që një kriminal është në Shqipëri, po gjithë qeveria kriminal që kanë, gjithë ki popull në ujë është gjuna prej Zotit. Sa ujë ke në shtëpinë tënde? 30 sandil kam. I kam me fakt. Damet mund t'i llogaris kur të iqet ujti me korrente, me orendim rena gjërat, gjithë gjërat ja. Ne edhe sikur serb të ishim prap do kishin vu dorë më shumë se neve. Ankesa ime ndaj shtetit Edi Ramës, kërkojmë një ndihmë më të mirë edhe më të saktë për popullsinë tonë. Unë jam banori i kësaj objekti këtu afër, jam i përmbytur zero fare. Jam pjesëtar me 4 vet. Kam nonën, nusën dhe fëmijën. Shtëpia ime është ke 30 cm fut ujë për momentin. Natë e mbrëmshme ka qenë stres. Të jetosh në ujë, me fëmijë të smur ke shtëpia, me skandal. Ka smur me diabet. Gjithë natë kemi qenë në stres. Me taksa paguajmë, gjithë gjërat paguajmë. Drejtimi i shtetit sa bukur mi merr atje. Duhet të marrin masa ujtë i pastër, i shiut, duhet më vete, kanal në vete, kurse ujët e zeza, veç të jenë. Datën e kam kaluar pa gjumë, fare, gjithë datën me rujt, se ka ardhur ujti, në ratë të parë plus nga dera e shtëpisë, e banesës që po i, po vinë edhe ujët e zeza nga toaleti, brenda ka ju brenda. A keni marrë në një dëm shpërblim? As shpërblim kemi marrë, as dhe shpërblim, as nuk ka njeri me komuniku, si jetojmë, që jetojmë fare, as nuk e ka qa kokën njeri fare. Ka është i vire për gjithë.